Sot është bërë përurimi renovimit të tërësishëm i qendrës së mjekësisë familjare në Lugisht të Hasit. Do të shërbejë për mbi 3100 banor. Lidhur me këtë, kryetari Tota shprehet se si qeveri lokale pritet të mbi prioritetet dhe kemi pikërisht shëndetin e njeriut, sepse shëndetja është prioriteti i secilit. Prandaj ky fshat është larg qytetit dhe ka një numër të madh banorësh që do të marrin shërbime shëndetësore në QMF. Po ka pas shumë nevoja të shëndetësi dhe ka pas shumë punë që kanë qenë vejmë, tash ato një nga një po përfundohen, edhe sot patëm rastin edhe më Lugisht me përuru ambulantën që kemi renovu komplet, sepse është një numër i banorëve që jetojnë këtu, numër i madh, edhe ata janë pak më larg për qytetit, prandaj kanë pas nevojë për një ambulantë e cila ofron kushte, kisha me thonë të paktën minimale për ofrimin e shërbimeve shëndetësore për banorët e fshatit. Edhe përveç që kemi renovu objektin, e kemi pajis pak edhe me disa pajisje, kështu që stafi medicinal do të ketë kushte, do të ketë mjete për më ofru shërbime shëndetësore edhe ma shumë, po edhe ma kvalitative. Normal, me kalimin e kohës, në kuadër të mundësive tona do të rrisim edhe numrin e orëve që punojnë ata dhe numrin e ditëve, në mënyrë që banorët mos kenë nevojë marrë në qytet për gjëra elementare. Konsideroj që kjo është një tregus se qeveria lokale në prezent po vazhdon me plotësimin e nevojave, sepse shëndetësia është prioritet absolut. Pa shëndet, çka dojmë me bëjmë më tepër. Edhe do të më falenderoj edhe stafin e QMF-s, po edhe drejtorisë komunale që janë angazhuar, edhe këto punë kanë ardhur para përfundimit, po kjo është një kontinuitet i angazhimeve tona. Ne do të vazhdojmë, sepse do të ketë punë tjera, do të ketë përurime tjera, do të ketë pajisje shtesë, do të ketë staf të ri e kështu me radhë. Drejtori i shëndetësisë në Prizren, profesor Dr. Simir Krasniqi, me këtë rast tha se kjo ishte domosdoshmëri dhe tani më kemi renovuar në tërësi këtë QMF, e cila tashmë edhe do t'i plotësojë nevojat e banorëve të shumt. Po, pra, sot u bë përurimi i kësaj AMF-e, pra ambulancës së mjekësisë familjare këtu në fshatin Lugisht, pra të Asit, ka qenë një kërkesë e kamotshme e banorëve që kjo ambulancë të rinovohet, që t'i krijojmë kushte sa më të mira për shërbimet shëndetësore të jenë më kualitative dhe më cilësore. Kjo AMF pra është rinovuar në tërësi pra dhe sot mund të themi që i plotëson të gjitha kushtet për shërbimet shëndetësore më të mira, sikurse edhe një QMF në qytet. Këtu pra do të jetë mjeku 2 herë në javë, dhe infermieri do të jep shërbime 5 ditë në javë. Doktor Fadil Bajraktari, drejtor i QMF-s, tha se ky renovim ishte shumë i nevojshëm sepse ky fshat është larg Prizrenit dhe padyshim se ka numër shumë të madh të banorëve. Këtu do të ketë 2 herë në javë mjek, si dhe 5 ditë në javë do të ketë shërbim teknik. Fshati Lugisht është një fshat i madh dhe i largt nga Prizreni, do thotë kështu që ka dikon 2500 banorë që janë këtu lokal vendor, edhe ne kemi bë përurimin sepse ky objekt AMF e Lugishtës ka qenë edhe herët, do thotë ka ekzistu, mirë po për shkak të dëmtimit edhe për shkak të kushteve të cilët nuk kanë ekzistu këtu, ka qenë edhe me grop septiket, ndërsa tash ne kemi punuar, kemi bërë renovimin total, edhe kemi bërë kanalizimin e ri, edhe oborrin, edhe gjitha këto objekte, edhe kemi pajis me pajisjet më të reja që ekzistojnë, kështu që kemi filluar edhe punën, kështu që nga sot të gjithë banorët i lust, të cilët janë të fshatit Lugisht, po dhe të fshatit Dedaj, mundën me ardhë dhe me kërku shërbimet të cilët i ofron mjeku që do të gjendet 2 herë në javë dhe infermiera që do të gjendet çdo ditë javës të punës. Doktor Ardit Gashi me këtë rast tha se janë rreth 3100 banorë dhe tashmë jemi këtu për të ofruar shërbimet. Jemi falënderues dhe mirënjohës ndaj drejtorisë së shëndetësisë dhe asaj të qendrës kryesore të mjekësisë familjare në Prizren për investime dhe angazhimin e bërë në renovimin e këtij objekti me qëllim të ofrimit të shërbimeve shëndetësore sa më cilësore. Rihapja e kësaj ambulante besoj që është një lajm i mirë për banorët e fshatrave Lugisht dhe Dedaj, sepse tani tutje këta banorë nuk kanë nevojë që të udhtojnë në qendrën e mjekësisë familjare në Romaj për të marrë shërbime shëndetësore, sepse të njëjta shërbime do t'i marrë nga të dhënat e publikuar në vitin 2024 për Agjencinë të Statistikave të Kosovës, vetëm fshati Lugisht ka saktësisht 2444 banorë. Nëse këtij numri shtohen edhe banorët e fshatit Dedaj, atëherë bie që 3100 banorë do të marrin shërbime në këtë ambulantë.
Komuna e Prizrenit gjatë këtij mandati prioritet të veçantë e ka pasur pikërisht shëndetjen e banorëve.